Zoti Bilali, do shkojmë me një herë tek situata në Iran për shkak se ka informacione nga New York Times, si gjithmonë kjo është referenca, që ka një lloj tërheqje të Iranit për sa i përket mundësisë për të suspenduar apo për të asgjësuar tërësisht atë që konsiderohet programi bërthamor, por programi raketor do të mbetet në fuqi. Ndërkohë, prap nga New York Times i ka burime që kur ka qenë Rusi sekretari i sigurisë kombëtare, i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Larijani, po ka takuar Putinin dhe ky mund të jetë edhe spekullim, sepse siç e tham jetojmë kohëra të çuditshme dhe ku mendohet se është diskutuar zhvendosja e 400 kg uranium drejt Rusisë. Pra, ajo që do doja të kuptoja në çpik të negociatave jemi, pastaj do të shkojmë tek, sepse kjo është e reja. Redi, ke drejt. Ka qenë e shtune jam duket e kaluar që është pritur nga burimet të ndryshme, sidomos ato amerikane, që do ketë goditjen e mëngjesin e së dielës. Do thotë jetojmë në kohën tash edhe të spekulimeve, të cilat do t'i marrim me rezervë, them drejtën. Edhe pse mendoj që rreziku është permanent për çdo minutë apo orë, mund të them, mund të kem zhvillim të ri të ngjarjeve. Është interesante, më duket në një farë mënyrë dy figura të cilat mund të kanë ndikim të madh që të iket luftës ose ballafaqimit Amerikë-Iran. Unë mendoj që nuk di kush i pari do godas, sepse mund të jetë edhe preventive Iranit që disa sekonda para të godas, të jap goditje preventive. Edhe pse mendoj që gjithë ata që bojnë krahasimin Iran-Venezuelë ose nuk e njohin problematikën ose mund të them është një lloj nonsensi, sepse është tjetër fuqi, është kapacitetet e Iranit. S'po flas në aspektin gjeografik, apo numrin banor, në 1.6 milion kilometër katror është, mund të them, në tër kapacitetet e saj dhe burimet e saj është një vend, mos flasim për kulturën dhe civilizimin persian. Por që do thotë është mund të them burim edhe i zhvillimit të shumë inovacione, qoftë në të kaluarën, por edhe tash. Por mendoj që teoritë që vijnë nga, siç e përmendët ju, nga prestigjozet amerikane, që mund të arrihet një dill, besoj që është ndoshta informacion që ja vlen të japet një koment, nga se mendoj që Irani s'pari është një arre fort. E dyta, ka dhe spekulime që Abraham Lincoln është tërhequr pa nga xhiri arabik, sepse kuptohet që do kenë stërvitjen paralajmëruar, stërvitjen për mesin e shkurtit, bëllin e oqeanin verior, që të përfshihet kryesisht dikon afër Pakistanit dhe Indis, manovra ushtarake kinezo-ruso-iraniane. Dhe kjo, nëse do jetë sakt që do ndodhë që janë paralajmëruar në mes të shkurtit, atëherë besoj që intervenimi amerikan do jetë i pamundshëm për këtë periudhë, nga se shërbimet amerikane me kohë dhe para 2-3 javë kanë dhënë sinjale që mund të jetë rrezikshme edhe për bazat amerikane, por edhe për vetë kapacitetet ushtarake, qoftë atyre të aeroplan bazëve apo edhe të çdo sistemi që amerikanët e kanë në detin arabik, por edhe për rreth komplet në këtë pjesë të lidhjes së mesme. Mendoj që Ali Larijani, i cili luan është krahi djathtë, mund të them, me Ali Khameneit, vizitën në Rusi sipas gjitha gjasave ka bërë dhe dëshiron që të arrijë një dill, siç e përmend ju edhe për bartjen e uraniumit, atyre 450 kg, të cilat sipas shumë njerëzve të kësaj problematike, Irani ka kapacitete që brenda orëve të prodhojnë 9 deri në 11 bomba.
Këtë do thotë Al Arabia apo Al Jazeera ka qenë një iranian, një ekspert i kësaj fushë që ka deklaruar që po ka kapacitete që ta bëjnë këtë për një kohë të shkurtër, por qëllimi i Iranit nuk është nga se caku nuk e ka, qëllimi nuk e ka që të përdoj një disa koka të tilla bërthamore, e cila me siguri besoj që është një lloj mbulese. A do ketë Irani mundësi të ikë atyre kushte, sepse nuk parashihet vetëm çështja e programit bërthamor. Amerikanë dhe Izraeli në Iran dëshirojnë që ta kenë edhe një pikë shtesë, sidomos për sistemin raketor, atë balistik, që të ndërprej këto programe, që është e pamundshme. Edhe Abbas Agasi, ministri i jashtëm i Iranit, ka thënë në bisedime duhet të jemi të barabartë, jo me kërcënime. Dhe mendoj që do kemi situata me të cilat besoj që edhe vetë Turqia është involvuar jashtëzakonisht shumë në aspektin diplomatik. Mendoj ato linjat e komunikimit me palën amerikane, meqense Turqia në këtë situatë ka disa përparësi, sepse ka arritur që në aspektin gjeostrategjisë së saj me elementin kurd të krijojë disa përparësi, të largojnë nga Siria dhe të arritë. Por në Irak mendoj që ka një korrespondencë më të mirë pala turke. Por rreth Iranit besoj që Turqia do jetë për një sistem të tillë teokratik, të një regjimi të tillë, nga se mendojnë, po edhe vendet e gjirit mendojnë që ardhja në pushtet e një nacionalizmi të forcave që pretendojnë të jenë nacionaliste, persiane, do jetë ndoshta më rrezikshme. Por sidoqoftë për të qenë më i shkurt, mendoj që rreth situatës dhe atyre dialogimeve që bën nga një treshe, mund të them, kështu një diplomacie jashtëzakonisht aktive, mund të ketë gjasa që të prolongohet. Unë më them drejtën e marr si prolongim, shtyrje të intervenimit, sepse ndeshja duket që është e paevitueshme e amerikanëve me Iran. Fakti që është përzgjedhur Turqia, fakti që Erdogan po bën një negociat personalisht me Trump edhe me Iranin për sa i përket mundësisë së një deali, fakti që kemi të përzgjedhur të njëjtët personazhe si Kushner, si Jared Kushner, dhëndri i presidentit Trump dhe zoti Witkoff, që janë të dërguar special të presidentit Trump si në Gaza, ashtu edhe në Ukrainë, i jep çfarë dimensioni mendon se i jep këtij konflikti dhe sa përparësi dhe në hartë të rëndësisë për Shtetet Bashkuara të Amerikës e fut kjo mundësinë e një deali me Iranin. Po ka mundësi, sepse edhe në vetë, meqense dhëndri i Trumpit nuk është pjesë e administratës, është këshilltari i tij, nuk ban resor ministror që udhëheq, por më duket që është duke luajtur një rol aktiv së bashku me Sven Witkoffin. Ka pas më duket një kundërshtim me J.D. Vance dhe Marco Rubin, Kushner, sa i përket intervenim, sepse ka interesa, kuptohet, dhe shumë kontrata të tim duket biznesore me vendet e gjirit. Dhe kjo më duket që paka shumë fut dilemat e tilla. Janë disa elemente që mund ta shtyjnë ose ta, siç thash edhe më herët, ta prolongojnë një goditje amerikane. Janë ato të cilat kanë bëjnë, mund të them, sidomos me Epstein, me dosjen e tij, e cila në një farë mënyrë ndoshta kishte për Trumpin do të ishte ajo që do të humbe vëmendjen e opinionit të goditet Irani dhe të harrohet ajo ngjarje e cila më duket që ka tërkuar ata që mendojnë se liderët e sotshëm ose më të fuqishëm botëror janë që sjellin stabilitet. Mendoj që marrëzia e tillë na përkujton 3800 vite të epokës së lutit. Kjo mendoj ndoshta është një arsye që mund të jetë ajo që favorizon ose jap pena që të mos kem goditje tash për tash. E dyta qëndron në atë element dhe faktor të cilët kanë ndikim. Thon drejtën, Iranin nga intervenimi mund ta shpëtoj, po që se kanë taman për një me, janë Kina dhe Rusia.
të cilat nuk besoj që hynë në luftë për Iranin, por me aktivitetin e tyre mund të jenë ato të cilat mund të ndikojnë, sidomos në atë që njihet furnizim me elektronikën e tyre dhe kapacitetet e tyre. Me duket që një sistemi radarëve Vostok i Belorusis ka hyrë në teritorin e cilën bashkë me bavarën 373, e cilën dorën zemën në qershor nuk ka qenë shumë efikase, por hyrja këtij sistemi të Belorusis besoj që është përforcuar dhe bile flitet që mund të kapen edhe valët e B2-shit dhe lëvizja e B2-shit dhe F-35-shit. Dhe kjo do të thotë kapacitetet e saj. Irani ka shokuar botën me disa që është ndër faktor që mund të ndikojë që mos të kemi një intervenim, sepse mund të jenë edhe humbjet në palën tjetër. Është edhe raketa lëndruese ujore që quhet Abu Mahdi, dikon 1000 kilometra goditje. Dhe kjo ka shokuar me thot drejtën ky inovacionit tillë i forcave ballistike. Mos flasim për Fata 2-shin që është hipersionike dhe është e pandalshme. Do thotë domeni 1450 km, 1500 km. Do thotë këto të gjitha këto faktorë mendoj që por amerikanët më duket që është një shkrim i sekretarit të mbrojtjes amerikane Pompeo ku thotë që jemi duke vepruar në brenda mënyrë të qetë dhe të fshehtë për të bundin popullor për ta sforcuar dhe paralelisht me goditjen të ketë edhe bund dhe lëvizje, sidomos në pjesë ku gjendet pjesë veri perëndimore, ato pjesë të kurde dhe pjesë të azero-turke dhe Bachelistani pastaj në pjesën me Pakistanin, me pjesa e etnikumit Turkmenistanit në pjesën veri lindore të Indis dhe ato elementet arab do thot në disa zona të Iranit. Do thot gjitha këta element tregojnë që është një skenar që për të arritur deri te ajo që amerikanët e konsiderojnë si sukses të operacionit, mendoj që ato janë hesapet tyre që përllogaritin në këtë formë. Por mendoj që ato kemi një thyrje brenda apo rolin mund të thamë që mund të luaj në këtë drejtim. Shifni, Steinmeier ka dhënë një deklaratë interesante gjatë vizitës në Kinë kur është kritikuar. Dhe është për e haptas që Trumpi e ka mik të mirë Xi Jinpingun dhe do ta bëjë një vizitë prell. Kështu që mendoj që ndoshta janë disa element të forcave të ndryshme siç janë kinezët apo rusë që për hesapet e tyre mund të arrijnë një diell më shpejt. Dhe këta janë faktorët pa harruar dhe Erdoganin.